jemi në asa fotografi. Po në apë shkëtë të gjithë? Ja, po që komplet varë më Halim, po Halim. Halim orada. Përgjesi vore zëvet. Qytetit për. Jo, nuk ka ndodhur vazhdim zbukurime varesh, po ka ndodhur shmontim varesh kompletë, marrja e këtij edhe diku do të jetë vendosur me një fshata në diku që i montojnë ta. Ata që kanë vepruar janë do të jenë njerëz që marrin vesh në atë shmontimet e vareve dhe njëkohësisht montimet e vareve. Kemi kapur që ditën e premte na ka ndodhur në darkë, ditë dhe kemi vatur, kemi bërë denoncim, duhet falenderoj dhe policinë që është shëtruar korekte, na kanë ardhur në kohë, si patrullat, si na krimet, e organizuan punën që nga dita e shtunë dhe deri ditën e djeshme sa bëm finalizimin kapjen e autorit. U angazhuam neve si punonjës që punojmë këtu, njëkohësisht punëtorët me metoda të ndryshme, derisa arritëm personi që këtu ku po ndodhemi tash që filmuat, mori ditën e parë kapakun, po ruanim se dihet që ky varr do merresh komplet. Dhe pas sa ditësh, pas 3 ditësh, ditën e ena erdhi mori pjesën tjetër. Dje organizuam punën, erdhi zotëria që viste, erdhi direkt në vendi ku kishte bërë vjedhjen e varrit, e pa kishte në ndryshim, a kishin marrë vesh në gjë apo jo, po ne nuk lëvizëm atje. Dhe po prisnim në ruajtje, se duhesh patjetër të merrte kokën, se si varri kishte marrë komplet ashtu siç e pati. Erdhi për të marrë kokën, rrethuam, morëm, daluam, lajmëruam policinë. Janë dëmtuar 4 vare. 3 varet e parë janë në parcelat e vjetra, ata i ka dëmtuar duke për të montuar një varë. Për arsye se ishin thyer gjatë çmontimit dhe ishin detyruar të merrte po të njëjtën ngjyrë, po të njëjtin varë për ta kompletuar. Kurse ky varë u mor komplet se ishin njëjtës ngjyrë. Jo në Korçë, po kudo në Voreza, nuk ka bërë vaki që të vijë njeri që të çmontoj varin edhe ta marrë makinën dhe ta montoj diku. Ja, ka pasur në një marje lulesh, në një vazo, në një gjë kështu, po që të çmontojnë varet bëj kështu. Jemi falenderues ka shi policisë që është ndodhur, kanë ardhur dje me shef krimesh, me drejtor policia, komisari policisë e tjerë. I falenderojmë dhe ata dhe neve bashkë.